Fshati turistik i Dardhës vjen të jetë i frekuentuar edhe gjatë kësaj fundjave nga turistë vendas, por edhe të huaj. Bukuritë natyrore, ajri pastër, por edhe ushqimi janë ato që tërheqin më shumë vizitorët. Fshati turistik i Dardhës, një nga atraksionet kryesore të Korçës, është edhe më tërheqës për vizitorët kur vishet me petkun e bardhë të Borës. Janë të shumtë shqiptarët, por edhe turistët e huaj që shkojnë për të shijuar Borën. Ata që vinë për herë të parë shprehen se ky fshat është i mrekullueshëm, ndërsa të tjerë kthehen përsëri e përsëri për të kaluar fundjavën. Ne vim nga Sardenja, që është një vend me det, është një ishull. Ne vim shpesh në Shqipëri. Na pëlqen ky vend. Këtë radhë vendosëm të vim këtu për të parë Borën. Është një fshat shumë i bukur dhe mikpritës. Ne vim nga Saranda, kemi ardhur për një fundjavë, domethënë, në Korçë, edhe në Dardhë, edhe na duket shumë bukur. Nuk është herë e parë që vim, domethënë, po që shumë mirë. Çfarë ju pëlqen më shumë të Dardhë? Ushqimi, veç vendodhja domethënë që ka këto shtëpi karakteristike, edhe që ka pak Borë, se ne vim nga deti, kështu që të shijojmë Borën, po patjetër. Fshati i Dardhë vjen të mbetet një nga destinacionet më të preferuara të turizmit të bardhë, veçanërisht gjatë fundjavave.